vlerat fetare dhe kombëtare janë të mishëruara tek ne shqiptarët. Dhe fjala e Zotit atij qofsh mi fal, askund nuk bjen ndesh me traditën dhe kulturën tonë. Është detyrë e jonja që këto vlera kur njëherë të mos i ndajmë, po gjithmonë t'i kultivojmë, gjithmonë t'i promovojmë, se vetëm në këtë formë ne ecmi të sigurt, vetëm në këtë formë e runë njëra tjetrën, vetëm me njërën ecmi dobët, vetëm me njërën nuk mund të triumfojmë, po vetëm që të dyja së bashku ne e japmi mesazhin e mirë, sikur që të njëjtën kohë i vjelmi edhe frutat në formën më të mirë të mundshme. Të dashurit e mi, drejtësia mbron vendin. Të gjithë ulemat e promovojnë këtë rregull. Nëse don ta kesh një vend të mbrojtur, të sigurt, në atë vend duhet të promovohet dhe duhet të ketë drejtësi. Në atë vend ku nuk ka drejtësi, nuk ka mirëqenie, nuk ka stabilitet, nuk ka qetësi, nuk ka rehati, nuk ka bereqet, sikur që aty ka inat, urrejtje, nërskamza, tradhtina, aty ka vetëm vujtje e nuk ka prosperitet. Disa prej mëkëmbësve të Omer ibn Abdul Azizit i shkruajnë: murët e qytetit janë shkatërru dhe kanë nevojë për një riparim. Po i shkruajnë njerëzit, kryetarit të muslimanëve Omer ibn Abdul Azizit, murët e qytetit kanë nevojë për një riparim. Prandaj, në qoftë se e miri besimtarëve na lejon që të caktojmë një pjesë të buxhetit për t'i riparuar, ne do t'i riparojmë ato. Kërkojmë nga ju që kryesori i qytetit, drejtuesi i qytetit, të siguron një fond për riparimin e mureve të qytetit. Na vetë e bojmë punën, edhe kemi me ba. Omeri u përgjigj me një letër të shkurt në këtë formë: fortifikoni qytetet me drejtësi. Fortifikoni, mbroni qytetet me drejtësi dhe pastroni rrugët e tyre prej zullumit, prej padrejtësisë, sepse ky është riparimi më i mirë dhe i qëndrueshëm. Nëse i rrethani, i fortifikoni qytetet me drejtësi dhe nëse i pastrani rrugët e qytetit i juaj nga zullumi, nga padrejtësia, nga njerëzit e padrejt, zullumqar, të pamoralshëm, të korruptum, nëse i pastrani rrugët nga këta njerëz, ju vetëm i keni riparu murët në formën më të mirë të mundshme. Ndoshurit e mi, shpesh ne edhe në vendet tona ku po jetojmë edhe ku po veprojmë, po qëndrojmë mirë edhe për ka aspekti i shtëpijave tona, i objekteve tona, i institucioneve tona, janë bukur mirë të fortifikuara, bukur mirë janë të rregulluara. Mirë po mungesa e lumturisë, mungesa e qetësisë, mungesa e bereqetit është se mbrenda ka zullum, ka padrejtësi, ka haram, ka amoralitet. Për këtë arsye nuk po ka prosperitet dhe nuk po ka bereqet. Qytetet, thot, nuk i mbrojnë murët, por ato i mbrojnë drejtësia. Mbaj drejtësi mes njerëzve dhe ato do t'i gjesh duke mbrojtur dhe ruajtur qytetin e tyre. Mbaj drejtësi me njerëz. Njerëzit vetë kanë mu kujdesen për murët, për qytetin.
Ndërsa po që se u bën zullum dhe nuk do t'japësh të drejtën që u takon, por përfitojnë dhe kanë përparësi vetëm disa prej tyre, atëherë muarët nuk bëjnë dobi. Njerëzit edhe ma shumë do të shkatërrojnë, njerëzit edhe ma shumë do të revoltohen, njerëzit edhe ma shumë do të bëjnë çrregullira. Arsyeja, sepse ata pronarët e qytetit ju japin vetëm atyre që i kanë të afërt, të njohshëm, apo kanë interes nga ata apo nga ato. Masa tjetër, kur e shef zullumin e tyre, pa drejtësinë e tyre, dhe po përfitojnë vetëm një pjesë e selektume nga masa, atëherë ata me të drejtë revoltohen, me të drejtë bojnë çrregullira, shpesh, dhe bojnë do thëtë zullum. Sikur që, përse ta mbrojnë qytetin, në të cilën ata konsiderohen si të vdekur, dhe nuk kanë asnjë të drejtë dhe nuk kanë asnjë respekt. Pse do thëtë ta mbrojnë ata, po thëtë ky dietari. Drejtësia mes tyre i kthen ata në mure dhe bedena njerëzor që mbrojnë qytetin nga sulmet e armiqve. Dashurit e mi, është një libër reformator i madh i një autorit shumë të ndritur, largpamës, Jusuf el-Karadavit, Allahu e mëshiroft, i cili në formën më të mirë të mundshme e sjell këtë rrëfim dhe e sjell këtë çështje që masa mas pari duhet të përgatitet për drejtësi, sepse drejtësia e mbron vendin. Në atë vend ku nuk ka drejtësi, në atë vend ka çrregulli, ka rrëmuj, ka zullum, ka nërskamza, ka tradhtina, nuk ka disponim, nuk ka lumturi, nuk ka rehati dhe nuk ka qetësi. E dashurit e mi, Islami ynë dëshiron ta mbjell më së pari drejtësien. Në moment që të mbjellë drejtësia, e shet tjetrin ashtu qysh ja dëshiron atë çështje vetvetes tënde, atëherë fillon mu rehabilitu dhe mu qetësuan masa. Mirë po, kur ta pash tjetrin që ai nuk është meritor dhe nuk duhet ta ketë këtë, vetëm unë jam meritor, atëherë është zullumi dhe padrejtësia. Dashurit e mi, disa djelmosha vetë mashtrohen. Edhe këtë vetë mashtrim jemi duke e pasët dhe është duke në shkaktu dam të madh ky vetë mashtrim i disa të rinjëve. Nuk po tham të ri në mosh, mirë po të ri në udhëzim, të ri në njohuri fetare, të ri në këto çështje. Sa po lexojnë disa libra fetar, mendojnë se tash janë bo myftiler. Një libër e ka lexuar, një ligjërat e kanë dëgju, edhe tash mundohet me dhonën fetfa, thot unë jam bo mufti, jam bo hoxhe gjys. Dhe kompetent thot jam, dhe fillon me kritiku, fillon pak ma larg, edhe me kundërshtu, po fillon edhe pak ma larg, edhe me ofendu. Kalësët e ummetit, dietarët e mëdhej, dashurit e mi, na këta që jemi, nuk na ka prun lejleku. Çdo sen që e kemi, është merit mas Zotit, e aty e dietarëve, aty e adhëtarëve, aty e burrave, aty e grave, që kanë dhonë gjithë shka nga vetvetja e tyre, që na sot kemi këtë që e kemi. E puna jonë edhe detyra jonë është që edhe na të punojmë edhe ma shumë se ata, që t'ju lojmë brezave që vinë jetën ma të lirë, ma të mirë dhe ma të letë për ta jetu.
Këta djelë mosha thojnë, ne jemi njerëz, edhe ata janë kon njerëz. Ata ja kanë qëllu edhe na mujna mja qëllu. Ata kanë gabu edhe na mujna me gabu. Mirë po dashurit e me ja qëllu dietari, nuk është rastësisht. Ndërsa këta që e kanë lexu kanë një libër, kanë njëherë ja qëllojnë, ama rastësisht. Dietari me bo me gabu, nga ja përpjekja tina, a i ijtihadi i vazhdueshëm i tina, po ka gabu, te Zoti konsiderohet shpërblem. Ndërsa këtë dietarët e ashtu quajtur me ka një libër apo me ka një ligjërat, me bo, këta me gabu, nuk është nja. Mirë, po këta kanë denem, të ranë të ki madhe i Zot, ati i qofsh mi falë. Ky është problemi si përfaqësor, sepse gjysmë diturie shkatërron më shumë se sa një ignorant. Njani që është gjysdije që e ka, shkatërron më shumë se sa ignoranti. Ignoranti nuk e ndëgjon kush, e din. Thoj filani, ky 2 ditë shkollë si ka, 2 fleta nuk i ka lexu. Ky është ignorant. Smirrën njerëzit me të. Mirë, po ky që pretendon jam i lexueshëm, pretendon se jam i lexueshëm, njerëzit ka pak marrin prej tina. E ky prish edhe shkatërron më shumë se sa ignoranti. Të dashurit e mi, ata që nuk kuptojnë, duhet ta mbyllin gojen. Problemin kryesore na e kemi sot këtu. Ata që nuk kuptojnë, flasin lomotitin mas shumëti. Kja është duke na shkatërru. Kja është duke na hasmu. Kja është duke na kriju ndarësi. Kja është neve duke na kriju inat, urrëtie, dashaketësi për njëri tjetrin. Pse? Sepse ata që nuk kuptojnë janë duke folë. Në mënyrë që të mos bëjnë keq Islamit me një hadith që e kanë kuptu apo e kanë keq kuptu, ndërkohë që në pamje të parë Kurani është kundër tij. Ata pretendojnë se kanë kuptu diçka. Edhe nga Kurani edhe nga Suneti Muhammed Mustafas. Mirë, po realiteti bashkë Kurani është kundër atyve. Dashurit e mi, gjysa dijes, për një sen që nuk je edhe aq i sigurt, është me thonë nuk e di. Sot kur ndëgjojsh lloj fetfash, lloj predikimesh, arsyeja, pse më burr ti e shqipton, po nuk është ashtu. Po u turpnova me thonë nuk e dija po diçka. O burra, dietarët më të mëdhej janë kanë ata, për një çështje që nuk e kanë pas edhe aq njofton, kanë thonë nuk e di. Gjysa e dijanisë tregohet kur ti tregohesh i sinqert, nuk e di. Do të shfletaj. Sot është koha, edhe nëse e di 100%, dove njerëzve du të më thonë nuk e di. Pse? Sa ata nuk janë gjendje me kuptuan. Ata që ja thu. E kush është ai i cili du të me ditë, po ti dush më konë psikolog, dush më konë pedagog, dush më konë i formum, edhe me i dhonë përgjigje dikujna. Nuk është aftësi vetëm me u shprej. Mirë, po aftësia është me ditë, edhe para kujt je duke u shprej. Bile kjo është aftësia më e madhe. Të dashurit e mi, njëra nga këshillat e radhës, thot vjedhin kafshatën tënde, e nxjerr në pa një pjesë të njerëzve, cilët ta vjedhin kafshatën e gojës. Pastaj të japin ndonjë kaçik të vogël, ta hudhin tyje. Mirë, po çka ndodh? Pastaj të urdhërojnë ti falenderosh për atë bujari që e kanë shpreh ndaj teje. Më falë o burr,
pse më të falenderu tyje, kur aja çështja është e imja, është e popullit, neve në takon, pse do thot me falenderuan? Këtu është do thot rreziku që të shtin edhe me i falenderu kinse për bujarin e treguar ndaj meje, me atë çështje që ti vet e din dhe i beson thellësisht sa ja takon tyje. Pse me falenderu, do thot ata. Dashurit e me, dy gjëra janë të pamundura të bashkohen. Na mëson ky din islam përmes një dietarit madh, Mohamed El Ghazalit, ku thot, dy gjëra janë të pamundura të bashkohen. Të pamundura. Dëshira për rahati dhe dëshira për krenari. Edhe rahat, edhe dëshirë të madhe për krenari nuk bashkohen. E dyta, në nështrimin ndaj egos dhe në nështrimin ndaj Allahut. S'ka mundësi më u bashkohen. Ti ki ego të madhe, ata dhe ato që kanë ego të madhe, nuk kanë mundësi me ju nënshtru Zotit ati që ofsh mi falë. Du të me ull egon. Du të me ull egon për me ju nënshtru Zotit Rabbul Aleminit, ashtu qyshe meriton i madhe i Zot Dhul Gjelal. Amo egoja e madhe, edhe po dënë me ju nënshtru Zotit, të dyjat nuk shkojnë. Absolutisht. Dashurit e me, do të vinë vite mashtrus për njerëzit. Subhanallah, nuk thët do të vinë ditë që të mashtrujnë, as javë, as muj, vite mashtrime. Thët pejgamberi alayhi salatu wassalam, do të vinë vite mashtruse për njerëzit, në të cilat do të besohet gënjeshtari. Me vite njerëzit do t'i besojnë gënjeshtarit. Me vite. Dhe do t'a përgënjeshtrojnë të sinqertin. Kanë me përgënjeshtru të sinqertin me vite. Për Zotin e lomi sinqerti, du të me pas bagazh imanor, intelektual, du të ketë një mençuri të thellë, një besim të thellë në Zotin, një sabër, një durim të papar për me i përballuan kësaj krize. Kur do të vinë vite të tradhtijës, dhe për vite, ku me ditë se sa vite, për filanin, kanë me thonë kjo është gënjeshtar. Është njeriu më i sinqert. Me vite kanë mi thonën kjo është gënjeshtar, aja është njeriu më i sinqert. Nuk është lehtë, do thot me i përballu kësaj. Dohësh me pas një bagazh të sabrit, dijes, të besimit, i pa thyer dush me qenë, për me i përballuan do thot kësaj. Thot, do të besohet tradhtari dhe do të tradhtohet besniku. A keni sot populli unë ka fillu do thot me shprej me thonë, o gjafendi, po me rajt dë beson, me i tragu drejt nuk dë beson. Që di më rëbur kja pun, qka unë bo? Qa ndodhi do thot kja? Do të besohet tradhtari dhe do të tradhtohet besniku, e do të flasin ruaj bibat. Mirë po shokët nuk e kanë kuptu. Shokët e Muhammed Mustafas i ka thonë, qka është kjo ruaj bibat? Tha, njeriu pa vlerë, na për librat e vjetra e gjenë, edhe plesht e tonë i kanë thonë, matof. Njeriu pa vlerë do të flasë për çështje madhore. Njeriu pa kur far kredibiliteti, pa kur far para përgaditje, pa kur far historiku të mirë, pa kur far vepre të mirë, do të flasë për çështje madhore. Thot, kjo është rreziku më i madh. Edhe dashurit e me, na jemi popull mbi gjitha, na jemi shqiptar. Edhe është problem që na një njeri kur ta njohmi të kaluarën e tina,
veprat e tina, dëbamat e tina, mos përgatitjen aktuale të tina, problema është na me pranuan në këshilla, apo në udhëheqja, apo dikun tjetër. Problem është. Problem. Për këtë, do të vjen kjo ku, edhe do të zgjasin me vite, do thot këto tradhtina. Dashurit e mi, këshilla e radhës, haku i njeriu, thojnë ulemaja, është më i rëndë se haku i Zotit. Shqen e rahmetin e Zotit, dashurit e mi. Populli jonë përdor në një formë që inshallah pej mos se ka qartë bashmirë, se kjo fjala është e rëndë, do thot. Thot, Zoti ka thonë hajde me hakun teme, mos hajde me hakun e tjetër kujna. Duhet me zbut këtë term pak. Do thot duhet me zbut. Të drejtat e njeriut janë të ndërtuara mbi kërkimin e plotë të drejtës. Nuk hiqen pa u shly. Ndërsa të drejtat e Allahut janë të ndërtuar mbi falje dhe mëshirë. Subhanallahu, dashurit e mi, njëra prej borxhin. Borxhin Zoti nuk e fal. Deri edhe kur do dalim para Zotit. Deri sa ta fal personi, atë shka i keni në mes vete, Allahu nuk i fshin dhe nuk i fal, deri sa ata të falen kusuritën në mes vete. Aja shka është me Zotin, Zotin e ka rahmetin e madh, mundet edhe ta fal direkt. Borxhin shkon Zotit deri aty, ku edhe dëshmorit, shahidit, nuk ja fal. Nuk ja fal. Sepse është një çështje që i takon robi robit, njeriu, ka mund, ka ndjers, ka lëndem aty. Haku i njeriut është më i vështirë për të shly, se sa haku i Allahut. Sepse Allah mund të falë të drejtën e tij për atë që pendohet sinqerisht. Pendohesh, i madhi Zot Dhul Xhelal ta fal. Ndërsa haku i robit nuk falet pa falje, apo pa kompenzim nga vet i dëmtuari. Subhanallah, Muhammed Mustafaja veç e ka vrejt se po i vjen vdekja. E ka vrejt se po i vjen momenti i daljes për kësaj si përfaqet tokës. Ka dal një ditë këto në mihrab, edhe ju ka thonë shokëve, a ka ndonjëri prej jush që une i kam hak, i kam bërgj, i kam hak, e kam lëndu, let vjen, let a merë. Deri sa njëri nga fundi, thot, po, thot mu m'ki bërgj. Thot cili? Thot vallaj një ditë për deri sa i ke drejtu safat. Ke arë duke i drejtu, m'ke mshu në bark. M'ke lëndu shumë, nuk ta bëj halal. Pa ta këthy në atë formë, qysh m'ke bati muhe. Dhe shokit kokën të poshtë, qysh kën nuk ka respekt për Resulullahin, dënë me shku me ja këthy një të rame. Thot po, zbret Resulullahi për mimberit, dhe a i vërsullut. Thot jo, ja Rasulullah, a ditë thot kur më kem shu muhe, nuk kam qenë me roba, kam qenë drejten likur, hiqe edhe ti robat, ngrej për pjetë. Du që më ta këthy njëjtën formë, ashtu qysh ti më ke lëndu muhe. Habije madhe të shokët, habije madhe, deri sa i vjen me vrap, edhe në vend se ti mshën, ti bjen, Resulullahit ka fillu duke ja puth trupin e tina. Dhe shokët u habetën nga gëzimi që nuk i ra. Thamë, pse veprove kështu? Tha, dëshirova që lëkura ime e fundit tjetë aja që ndahet me lëkurën e Muhamedit a.s. Se ky pas ka me ndru jetë, shumë frik pas ka me ndru jetë. Qfar dashnije? Mirë po u konë për nga mberi Zotit, po ka hyp mimber dhe i ka kërkuan, mos e kam lëndu në do kënd, mos i kam bërgj në do kujt. Dashurit e mi, mirë është, jo mirë është, po është e kërkushme, që këto gjëra neve ti kujtojmë shpesh. Mos më burri kam hak në i kujna, mos i kam bërgj në i kujna. Mirë është me mendu. Sepse
Disa po thënë inshallah Zoti ma merr shpirtin ma shpejt e mos t'ja kthej burgjin këtina. Ku do me shku më rë burr? Ku do me shku? Te ai i cili edhe ma hiç nuk ta fal. Këshilla e radhës Tariq Ramadan, janë i ulemave bashkohor shumë të mëdhej, thot: detyra jonë është ta ndryshojmë botën për të mirë. Jo t'i përshtatemi me padrejtësitë e saj. Detyra jonë është ta ndryshojmë botën për të mirë. Gjithë secili, nga pak, nga profesioni vet, nga misioni vet, nga punishtja vet, ta rregullojmë këtë botë. Edhe kemi mundësi për me bëhen. Por jo t'i përshtatemi në padrejtësitë e saj. Sot po adaptohen shumë shpejt në padrejtësina, në zullume, një pjesë e njerëzve po adaptohen shumë shpejt. Bile kur t'i pash edhe disa fetare, edhe disa që na kanë lodhë kanë njerë harame, veç me gisht, krejt janë t'i bo që ato punë. Qa u bo mër? S'po kem shka me bo. Qysh mos po kem shka me bo? Ti ju ke adaptu haramit, ju ke adaptu padrejtësijës. Si është e mundur kjo? Qështu janë të dashtën? Allah i pak muslimani e ti. Për Zotin e lën pak muslimani e ti, ti dush me bo përpjekje, jo me ju përshtatën zullumit dhe padrejtësijës. Të dashurit e me, më shumë bëjmë kujdes për atë që ha me pim, se sa për atë se qfar helmi mund të barë gjuha jonë. Marabova, se thunë edhe ju ketë marabova. Marabova që është. Se vallajnë. Tradite jonë është. Me përshëndet mikun, shokun dhe shamirë. Dashurit e me, më shumë bëjmë kujdes për atë që hame dhe pim. Shumë kujdes e me, edhe shumë mirë është. Disa u helmun, thëshin mos shkoni ma aty me ngranën, e kështu me radhë. Shumë mirë, edhe dujmë me pas kujdes në atë që ka ngrajmë edhe që ka pim. Mirë, po jo ma shumë, se sa për atë se qfar helmi mund të bartin gjuhët e tona. Nëse hajmë një ushqem jo të mirë, mundemi mu helmu veçëm unë që e kum ngranë. A nëse e qes një fjallë të pa kontrolume, lëndojmë këtë qindra zemra e familje. Një pjesë në hiq nuk po janë të kujdes shumë, që kanë zjerën prej gjuhëve të tyre. Për këtë Allahu Dhul Gjelal thët në kaptinën Kef, në ajetin me numër 18, njeriu nuk nxjerr as një fjalë, veç se pranë ti është një mbikëqyrës i gatshëm që shenon në anën e djathtë e në të majtën tonë, shenon. Para se një fjalë të dalë nga goja, jon, le të pyesim veten. Po ta dëgjoja unë këtë fjalë drejtuar vetës, a do ta përballoja? Dikush mu drejtohet mua në çet formë me këtë fjalër, a do të muj ta përballoj? Jo. Edhe ti mos e nxjerr këtë fjalë para dikujt tjetër. Po të isha i detyruar të pija, a do të më dukej e ëmbël apo e hidhur kjo fjali apo ky formulim apo ky etiketim? A mund do ta gëlltisja? Jo, se hele më qenë ka kjo fjalë. Mos ja thuj tjetrit. Kujdesu për formën e shprehjes, për fjalë që i nxjerr, ma shumë se sa që kujdesesh për ushqimin që e fut në barkun tënd. Fjalët nuk tretën në ajër, dashurit e me. Fjalët nuk tretën në ajër. Ato ose ngrihen si vepra të mira tek Allahu, ose bëhen plag në zemrat e njerëzve. S'ka mundësi ata me ngrit. Ata ajri nuk i tret. Mirë po, ne duhet kemi shumë kujdes në këtë pikpamje, sidomos në shprehjet e tona. Të dashurit e me, profeti Muhammed a.s. e ndërtoi shoqërinë mbi drejtësi, mëshirë dhe përgjegjësi morale. Ai dha gruas nder, e mbrojti jetën e fëmijës
dhe i bashkoj racat dhe kombët nën parimin se nderi njeriut matet me devotshmëri e jo me prejardhje. Unë ndëgjoj shpesh ka njerë, kujna je? Po ty s'ka bon as babluk jas. Shë e mërbur për lëndën kështu në këtë formë? Të ke fundit kush jeti me dhonën këtë vlerësim? Kush jeti me dhonën këtë vlerësim? Pse lëndën perspektivën e këti të rijut apo kësoj të rejës? Pse ja fyn inteligencën ati apo asaj? Pse ja këput këmbët për karjerën e ti apo të saj? Duke ja përmend diçka një të kaluar, një gjyshit apo një stërgjyshit apo dikuj tjetër. Pse e dekurajon këtë? Pashat modhin zët. Ky lëndim, a di çka është? Se lëndimi më i madh është lëndimi shpirtëror. Është si kur me rëdzu qabën. Që ka që ki dënimin, gur për guri, me rëdzu qabën. Ma lehtë është se sa me lëndu njeriun, të rion apo të rejen në këtë formë. A i ka thonë, të gjithë ju jeni nga Ademi, e Ademi është nga dhejo. Ky transformim nuk ishte si përfaqësor. Apo do një me ndryshu diçka. Dojmë me marë shembull Muhammed Mustafan. Ka arë me një kohë që njerëzit janë vra për një deve. Ju nuk janë vra veç dy, po janë vra kabilët, fisët, qytetet, fshatrat, për një deve janë vra. Ky njeri ka arë në atë kohën ku s'ka pas shkrim edhe lexim. S'ka pas kulturë qytetrim. të avancum, ka rrit ky njeri me i bashku dhe përbashku këta njerëz. E dashurit e me, ky transformim nuk ishte si përfaqësor. Ai ndryshoi mënyrën se si njeriu e shehte veten mas pari. Nëse dojmë na me ndryshu dikën, mas pari këshyre vetveten. Mu ish me ndryshu do të thot diçka në vetveten tënde. Pastaj si e shinte tjetri Zotin, si e shinte të ardhmen, si e shinte dynjan. Nga një shoqëri e përqarë nga urrejtja, u krijua një ummet i bashkuar nga besimi. Na du ta bëjmë punën. Ka njerëz që po dojnë më na shkatrue, më na denigrue, më na hasmue, më na përqa. Nëse na gjojnë hazër, edhe na kemi mju përshtat që saj përshtat, përqarjes, po nëse nuk na gjenë, po na gjenë neve të fortifikum, që nuk e lojnë me depërtu ky virus i përqarjes, kanë me u kthy mbrapa, më falni shpreje, po jam t'jap drejtu atyve, ata e din se kush janë, me besh nërkam kanë më u kthyën mbrapa. Kur t'na shoj neve, që jemi bërë bashk, për mos me u thy, mos me u përqa, mos me u hasmu, mirë po me qenë si një trup i vetëm. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.